Javët e fundit, publiku është përqendruar tek çifti i njohur Ledion Liço dhe Sara Hoxha. Sipas disa spekullimeve në rrjet, thuhet se çifti janë në krizë. Ku bazohen komentuesit? Ledion Liço ka postuar në Instagramin e tij disa foto që lën të dyshosh se ai është në një gjendje jo të mirë shëndetësore, një dobësimi të skajshëm, ndërsa Sara Hoxha është parë pa unazën e martesës. Përshpëritjeve se Ledioni dhe Sara janë në krizë, i bashkohet edhe ish konkurrenti i Big Brother VIP, Xuma Lushi, i cili bëri një koment ironik për Ledionin. Më kanë thënë Ledion që të ka lënë gruaja, ku do t'i gjesh lekët që të hash bukë tani ti? Kështu ai referohet zërave për një ndarje të mundshme mes moderatorit dhe Sara Hoxhës. Por me njëherë pas këtij thumbi reagon Ledion Liço, i cili ka shpërndar një fotografi në storin e tij me një thënie të shkrimtarit të madh Mark Twain. Mendohet se ajo është drejtuar ndaj Xumit. Aty thuhet: nëse ushqen dhe kujdesesh për një qen të braktisur, ai kurrë nuk të kafshon. Ky është dallimi mes një njeriu dhe qeni. Duket se lufta mes Ledionit dhe Xumit vazhdon. Xumi më vonë poston në Instagramin e tij një foto në të cilin thuhet: pse je kaq i fiksuar me mua, dhe është një foto e tij nga Big Brother VIP duke parë Ledionin, por që Xumi e ka prerë. Lufta virtuale mes tyre vazhdon dhe shkaku thashë themet për një krizë mes çiftit të njohur Sara dhe Ledion. Shpresojmë që të gjitha këto të jenë show mediatik dhe asgjë të jetë vërtet. Ju kujtohet fituesi i Ferma VIP Dionis Biba? Ditët e fundit ai është vënë në qendër të lajmeve dhe spekullimeve në rrjetet sociale pasi ai ishte arrestuar dhe po hetohej nga policia për shkak se kishte fituar një shumë prej 55.000 eurosh në një bastë përfitoren e Shqipërisë ndaj Serbisë, ku thuhej se kishte vënë bastë 10.000 euro. Një bastë që rezultoi i suksesshëm. Megjithatë, ky veprim që u shoqërua me zëra se Dionisi ishte nën hetim, u përgënjështrua nga vetë ai. Siç dihet, bastet sportive në Shqipëri janë të ndaluara me ligj, ndaj reagimi i njerëzve ishte i menjëhershëm. Por vetë Dionisi e ka përgënjështruar këtë në Instagramin e tij, duke postuar një foto në të cilën thuhej: kush e ka futur këtë bilet more? Dhe më pas ka shtuar një mesazh të drejtë për drejtë: në asnjë moment nuk kam thënë që e kam vendosur unë, pse hapni panik kot? Kështu, ky reagim i Dionisit i dha fund zërave se ai ishte nën hetim nga policia për shkelje të ligjit. Soni Malaj feston sot ditëlindjen. Asnjë nuk e beson se sa vjeçe është. Me një karrierë tepër të gjatë, plot suksese dhe emocione, Soni ka vendosur të jetë në majën e këngëtarëve më të mira shqiptare. Pjesëtare e grupit Spirit Voice dhe më pas një këngëtare soliste, ajo ka sjellë një sër këngësh që janë kthyer në hite të pavdekshme, duke fituar dashurinë e publikut. Në Instagramin e saj, i cili numëron 544.000 followers, ajo poston foto nga jeta e saj e përditshme, ndërsa sot ajo poston foto me miqtë e saj, duke i uruar ditëlindjen Sonit. Dhe të gjithë e urojnë për një jetë të gjatë. Soni sot mbush 44 vjeç, por pamja e saj duket 20 vjet më e re. Ledri Vula nxjerr projektin e tij të fundit. Të gjithë e kanë uruar në koment, ndërsa vëmendjen e merr Xhensila. Ajo postoi një story në Instagramin e saj në të cilin thuhet amazing. Këngëtarja Xhensila Myrtezaj
ka reaguar në Instagram për projektin e Ledri Vulës. Ka shumë spekulime se çifti mund të jetë bashkë. Spekullimet nisën kur ato kryen hitin e famshëm Ma kthe, ku mendohet se ka nisur dhe kimia mes çiftit. Ndërkohë që edhe reagimi i saj për këngën e re të Ledrit i shtyn fansa të besojnë se ka diçka më shumë rreth tyre. Megjithatë, asnjëri nga artistët nuk e ka pohuar se janë në lidhje me njëri tjetrin, por se mbeten vetëm bashkëpunëtorë në projektet muzikore. Le të shohim çfarë do të sjellë e ardhmja për ta. Arbana Osmani është një prezantuese tepër e njohur dhe tepër e dashur për publikun, por së fundmi ajo ka marrë shumë kritika. Arsyeja? Në programin e saj në YouTube Mirëmbrëma Yje, ajo ka ftuar së fundmi Ferron. Por Ferro është i akuzuar nga partnerja e tij Arbenita për dhunë. Ndaj njerëzit kanë reaguar se si mund të promovosh dhunën. Arbana ka postuar në Instagramin e saj një story ku thuhet: "I kam lexuar të gjitha reagimet në rrjet në lidhje me pjesëmarrjen e Ferros tek Mirëmbrëma Yje. E respektoj mendimin e secilit prej jush dhe e marr si shenjë vlerësimi ndaj meje të gjithë këtë tymnaj, por besoj se është e udhës që përpara se gjithkusht të dalë në përfundime të nxituara, të dëgjoj dhe të kuptoj arsyen e kësaj ftese. Ndaj, na ndiqni në kanalin ton në YouTube." Kështu e përfundon Arbana reagimin e saj ndaj ndjekësve të cilët e kritikuan. E bukura Efi Dhedes shtrohet në spital. Efi Dhedes u bë e njohur pas pjesëmarrjes së saj në Përputhen dhe në Big Brother Albania VIP 2, ku ajo spikati si një karakter tepër i fortë. Modelja tregon se ajo i është nështruar operacionit të 4, por këtë herë nuk është një operacion bukurie. Megjithatë, Efi nuk e tregon. Madje, kur një nga ndjesi e pyet se pse u operove, ajo thot: "Kemi dëshirë që të flasim për gjëra të tjera, jo për operacionin, dua të heq mendjen." Kështu që Efi e mban sekret. Megjithatë, ajo thot se asgjë nuk është me shumë më rëndësi se sa shëndeti. Kur ke dhimbje në trup, nuk e shijon asgjë. Ju urojmë Efi që të dalë sa më shpejt nga spitali dhe që të ketë një shëndet sa më të mirë. Ndoshta një rikthim në ekran, ashtu siç i përgjigjit ajo një fanci kur e pyet se kërkojmë të shohim në rolin e një opinioniste. Edhe një herë, Efi shërim sa më të shpejt. Siç e dini, pak ditë më parë, Egla Cena u shpall fajtore për shpifje ndaj moderatorit Sajmir Kodra. Egla ka reaguar sërish publikisht. Këtë herë ajo thot se disa media e kanë trajtuar rastin. Në postimin e saj në Instagram, ajo shkruan: "Pra, shpërtheu e vërteta. Sipas një artikulli, citoj, del në pa një histori e frikshme manipulimi dhe përdorimi politik e kriminal, ku Egla Cena rezulton të jetë instrument i krimit të organizuar për të sulmuar një gazetar. Po i raft një pikë politikës dhe krimit, të më kishin përdorur siç duhet, mos më kishin lënë me një rrogë aktore, 500.000 lekë të vjetra. Ma hiqni dhe atë se nuk ma bën syri tërë për t'i shkuar deri në fund të vërtetës. Prit kur të dalë dhe lajmi për identitetin tim të vërtet tani. Unë nuk jam Egla Cena, jam Al Capone." Fjalët e Eglës duket se kanë disa doza humori dhe ironie, dhe me sa duket, përballja do të vazhdojë. Le të shikojmë se çfarë do të na vijojë në vazhdim të dy protagonistët. Olsa Muhameti, producente e Big Brother VIP Kosova, në Instagramin e saj ka shkruar: "Mezi po presim dhe ne, mos mendoni vetëm ju. Big Brother VIP Kosova 4, loading.
duke lënë të kuptohet se projekti më i madh televiziv në Kosovë po afron dhe mendohet se mund të fillojë në muajin që vjen. Megjithatë, nuk janë dhënë detaje për personazhet të cilët do të marrin pjesë. E vetmja gjë që dihet është se do të ketë dhe personazhe nga Shqipëria, pasi ftesat janë jo vetëm në Kosovë dhe në diasporë, por dhe në Shqipëri. Le të shohim sezonin e tretë Big Brother VIP Kosova dhe ju urojmë suksese këtë vit. Fitoftë më i miri.